Atëherë se mos duket ekstreme. Unë mund të Alheta Muka pa u ndarë me Albanin nuk afrohet me asnjë. Po pa larguar Albanin e ka tmerr që Albani edhe pse jemi ndar kujton se jemi bashkë. Dhe më hap të lashet më tha. Tani s'më hap vetëm Albani, më hapin skicofrenët, më hap Jezui, më hap Jurgeni. Unë nuk mund ta kuptoj, domethënë që më urrejnë dhe më vrasin, nuk më lejnë të jetoj. Unë nuk mund të rri me njëri kur më urren. Atëherë unë mund të ndahem. Po nuk bredh domethënë kur rri me një mashkull nuk pranoj një tjetër. Unë ndahem, gjej një tjetër. Kam fuqi, domethënë dëshirë, ndjenjë që gjej një tjetër, por pa lënduar tjetrin dhe veten. Domethënë të ndahet të ikin nga Albani, kjo ndodh në jetën time private në Amerikë, ose të kisha të volotit do ikja me vrap. Po, mezi po prisja të ikja me vrap nga Albani. Pa kurse nuk e ç'a të bësh, rrinë ndrydhur, pra nuk gjej burr tjetër duke ndejt me Albanin. Ndrydhem, vuaj shpirtërisht. Po, njeriu pa një dashuri nuk ka jetë. Unë e vlerësoj shumë dashurinë, vlerësoj shumë një mashkull në jetën e gruas. Po, për mua është shumë e rëndësishme, është sa vetë jeta e saj. Një mashkull në krevat është sa vetë jeta e femrës. Unë e vlerësoj shumë. Por duhet ndahem nga Albani që të shkoj të kem një dashuri tjetër. Dhe nuk më pëlqen kur unë jam me një dashuri të bredh. Të lidhem me ty edhe të shkoj me 100 të tjerë gjatë në botë, e urrej shumë. Është e kundërta e natyrës letës. Unë e urrej që rri me ty edhe të bredh me të tjerët. Sa të rri me ty, sigur një muaj, kam thënë edhe që në fillim të virusit, po tregoj karakterin tim edhe një herë. Sigur dhe një muaj të rri me një të dashur, s'më do, e lë. Nuk vuaj shumë, nuk jam mama 10 vjeçe se ishte e vogël, do rritej dhe ajo do ndryshonte. Po, do ishte më e mbledhur që po se deshi mashkulli do gjej tjetër. Besoj se vetëm se nuk bredh, që si unë, mendoj unë. Edhe Alheta Muka besoj se kjo ka qenë. Ka pasur 2-3 sepse ka qenë e lidhur me Jezuin. Pra ka pranuar Jezuin plus, jo pa e ditur Jezui. Pra ka qenë Jezui plus, me dëshirën e Jezuit. Ishte me fuqit, ishte detyruar të bindej, të ishte në hapësirën e shoqërisë ku ajo jetonte, të pranonte hapësirën e shoqërisë së saj. Edhe Alheta mund të pranoj nëse janë dy meshkuj, jo më shumë. Nuk do pranonte kur. Jo. Nuk do arrinte. Por me që jemi rreth fuqive, unë nuk do pranoja fuqi faktikisht. Jam e lodhur nga që më përshtorin shumë. Unë nuk pranoj të kem tjetër kur unë rri me një. Kur rri me një, nuk do të jem hileqare.